Pacha me ju, o vëllezër dhe motra. Sot le ta dëgjojmë Ungjillin e Gjonit, jemi në kapitullin 14. Është mirë që ta kujtojmë çka kena dëgjuar dje. Kapitullin 15 ma vonë do të vi këtë fjali që Jezusi ka dëshirë që gëzimi i tij të jetë brenda nesh, edhe gëzimi i jonë të arrit deri në plotësi. Le ta dëgjojmë. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Për një mend po ju them, nuk është shërbetori më i madh se zotëria e tij, as i dërguari më i madh se dërguesi. Pasi tani i dini këto, të lumet ju, nëse edhe do t'i zbatoni. Nuk po flas për ju të gjithë, unë i njoh ata që zgjodha, por le të shkojnë në vend fjala e shkrimit shenjtë. Ai që ha bukën time, ngriti thëmbrën e vet kundër meje. Po ju them që tani, para se të ndodh, që kur të ndodh, të besoni se unë jam. Për një mend po ju them, kush e pranon atë që dërgoj unë, me pranon mua. E kush me pranon mua, pranon atë që me dërgoj. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Mirë, vëllezër, kena nevojë me hyrë në kontekst. Jemi në kapitullin 13, është darka e fundit, Jezusi ka larë këmbët dishepujve të vet, edhe kur ai u përkul, do të thënë që shërben merr vendin e fundit, ai ka lexuar këto fjalë. Edhe i thotë: të lumet ju, nëse edhe do t'i zbatoni. Do të thënë të lumë ne, nëse përpara ne marrim këtë shërbim prej Zotit, nëse eksperimentojmë këtë dashuri, që me të dashuri që me të cilën Krishti është i dashur prej Atit, me këtë dashuri Krishti na don ne, na shërben për kulet ndaj nesh. Çdo herë që ne kremtojmë meshën, është këtë punë Zoti që përkulet ndaj nesh, që dorëzohet, që na drejton fjalën e vet, që jep korpin e vet për ty edhe për mua falas. Atëherë të lumet ne, jo vetëm nëse eksperimentojmë këtë gjë, sepse nuk na mjafton, të lumet ne nëse këtë dashuri me të cilën ne jena të dashur, me këtë dashuri ne duam të tjerët. Edhe nëse ne përkulemi ndaj të tjerëve, nëse ne shërbejmë të tjerët, me këtë dashuri me të cilën Krishti na shërben, falas, pa me pretendu asgjë, pa me pretendu një falënderim, por thjesht duke dashur që duke u përkullur, ne mund të lartësojmë të tjerët, sepse Zoti bën këtë gjë me ne. Tërkuraju, dhe ta kërkojmë Krishtit këtë punë, edhe sot, ashtu si ai është i dërguar prej Atit, edhe ne të ne pranojmë dashurinë e Atit, në të njëjtën mënyrë. Sot Krishti na dërgon që ne ta pranojmë atë, është Zoti që dhe sot të kremtojmë meshën e shenjtë, të marrim këtë dhuratë, jo vetëm në fjalës e tij, por edhe korpin, trupin e Krishtit, që dhe ne sot edhe jemi të dërguar me shërby të tjerëve. E nëse ti edhe unë pranojmë njerëzit që na shërbejnë në emrin e Krishtit, me dashurinë e tij, ne pranojmë vetë Krishtin edhe Atin e vet. Edhe nëse ne marrim këtë dërgim, edhe njerëzit do të marrin në ne, po Krishtin edhe Atin e vet. Tërkuraju, le ta është Zoti të eksperimentojnë këtë gjë gjithmonë më shumë. Që lëvdu Krishti.